Përshëndetje të gjithëve, faleminderit që keni zgjedhur kanalin tim për t'i parë recetat e mia. Sot kam përgatitur gollash me mish të viçit. Është një recetë shumë e shpejtë, ka vetëm qip dhe asnjë perime tjetër. Si e kam përgatitur gjithë këta, më ndihni në vazhdim. Atëherë filloj me përgatitjen. Këtu kam 200 gram qip, të më thënë një qip, ju nevojitet, kjo është e modhe, si dhe 400 gram mish i viçit, e kam bërë në copa të vogla, në mënyrë që të zihet më shpejt, edhe kam pastru mirë me ujë. Tash filloj që qas qipën, në copa të vogla. Tash I hedhem në tenxhere. Është procedurë shumë e lehtë dhe e shpejtë, sidomos për fillestarët që nuk din për qikat e reja apo për nisët e reja. Tash këtu kam gjysmë gote çaji me vaj dhe I përzije tash dhe I ka vërtisi për disa minuta, 5 minuta. Në tash për I ka vërtisi tash, po ja hedhe dhe një rrugjedhe me gjallë, sepse gjallë pa I jep aromë, edhe shije më të mirë. Të ka vëndisi në temperaturë të lartë. Tash pasi e kemi ka vërgjis 5 minuta, po ja hedhe dhe mishin. Ka vëndisi që të dhja bashkë. Në vetit edhe salcë të notës, në kam këtë salcën e frashtë, se ja hedh një lyftë të plot. Një do të gjellëm vetit, se dhe gjysëm lyga në krep. Si edhe një të gjellë me titër të push. I kam ka vërdisur edhe 10 minuta bashk. Edhe e kam vlu ujen. Dhe tash ja hedh. Të ndalim temperaturën. Temperaturë të ullët.
po e ndaj pak këtë lugar në ujtë nxehtë. Edhe uj I hedh në aq sa mbushet, do me thënë, sa mbolohet mishi, ma shumë nuk keni nevoj. Edhe përsiheni pak kështu. E tash kjo kësaj I duhet me u zi rreth 1 orë e gjysmë apo 2 orë. Edhe pas 2 orash maksimum shihemi prap. Ne mbulojmë kapak dhe në temperaturë të ulët e lëm që të zihej. Gullashi tash është zi, më thënë mishi është zi. E provova më herët. Kështë e provova në kënëzën. Shif nëse ndohet mishi në mes, edhe kur të ndohet mishi në mes, dhije se është zi mishi, edhe gullashi është gati. Tash po ja trashi pak langur miell, po ja hedh një lugë të plotë miell, se dhe pak vaj, edhe e përzi e gjigi pak miellin. Edhe po ja hedh nga langu I gullashit. Edhe përzi mirë deri sa kukrat të largohen, e kam dalë në temperaturë të ulët. Me përzi mirë deri sa kukrat të largohen. Tash po e hedh nga dalë të një tenxhere. Edhe ja është trash gullashi. Është mjaftueshëm I trash për ato që nuk e dojnë të hollë langun. Nëse nuk doni me trash shumë, I hedhni vetëm pak miell, 1 lugë apo gjysmë lugë. Shpëni. Ma është këti. E vloni edhe një 2 minuta edhe e ndani temperaturën dhe gullashi është gati. Ja provë dhe kjo është e receta ime për sot. Gullash me mish të viçit. Faleminderit që shikoni recetat e mia dhe miropafshim deri në herën tjetër.